Këtu është horoskopi i mërkur 23 prill 2025 për ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Situata në punë është premtuese edhe nëse jo të gjithë kanë guximin të hedhin një hap të madh, një ndryshim të rëndësishëm. Dashuritë e reja. Demi. Gjatë kësaj kohe mund të lindin tërheqje fizike, në marrëdhëniet e gjata është e vështirë për të komunikuar, ndoshta sepse partneri është larguar nga shtëpia për një kohë të gjatë ose ka probleme të mundshme. Binjaket. Ju mund të bëni gjëra që nuk i keni imagjinuar kur deri para disa vitesh, të përcaktoni një marrëveshje, të dashuroheni, të përjetoni emocione të bukura. Një nga këto nek përpiquni të rrini me miq argëtues sepse keni vërtet nevojë të relaksoheni. Gaforja. Ju nuk dukeni veçanërisht të kënaqur me mënyrën se si disa gjëra po shkojnë në punë. Kini kujdes të jeni të moderuar dhe të kujdesshëm në jetën tuaj familjare, një fushë shumë domethënëse për ju që kërkon shumë durim. Luani. Dita më e qetë dhe paqësore. Bashkëfaqësia do të gjendet sërish, dëshira për të bërë plane dhe më në fund një ide e mirë do të jetë e menaxhueshme. Virgjeresha. Ju duhet qetësi, këto ditë nuk përjashtohet që ekziston mundësia e përjetimit të emocioneve të bukura. Personat e vetëpunësuar mund të marrin një komision ose një urdhër të rëndësishëm. Peshorja. Grindje me një njeri të dashit. Në kohët e fundit ka pasur probleme kontraktuale. Kujdes nga miqësitë. Akrepi. Zemra ju çon larg, emocionet nuk mungojnë, shenjat referuese të demit dhe gaforres. Është e mundur të rikuperoni në punë ose të merrni një kënaqësi të madhe. Shigjetari. Ditë me disa shqetësime të vogla që vijnë, por asgjë serioze në asnjë rast. Lajmet mund të shkaktojnë ndryshime në punë. Britsjapi. Ju gjithashtu duhet të përpiqeni të pushoni, të kufizoni sa më shumë që të jetë e mundur të gjitha situatat që mund të jenë kundër jush. Në dashuri përpiquni të mos jeni shumë xheloz. Ujori. Nëse keni nevojë të rikuperoheni, kjo është koha e duhur. Kushdo që dëshiron të takojë njerëz të mirë. Peshqit. Je i dashuruar me një njeri, por nuk ke guxim të flasësh. Kohët e fundit keni pasur shumë shqetësime, ndërpritni lidhjet me ata që janë përpjekur të shkatërrojnë jetën tuaj kohët e fundit. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.